أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. Shkronjat e para të Kur'anit I kam mësue në shtëpin familje, pasi që babën e kam pas hoxh, edhe vllaun hoxh gjithashtu para meje, nga dëshira e madhe me mësue leximin e Kur'anit, dhe nga dëshira e madhe për më regjistru në medrese, kam pas dëgju atëherë se nuk pranojnë medrese pa një provim pranues, në provimin pranues do thotë ju thojnë apo I bojnë provim edhe a dini me lexu Kur'anin apo jo. Atëherë do thotë vllau im I ka mësuar refiku, mi ka mësuar shkronjat e Kur'anit fillimisht. Ajetet e para të Kur'anit, të drejtën kam filluar vetë mi mësue, po gjithashtu do thotë para vllaut tim kam lexue, atëherë pa ta ndëgjuse në medrese do gjithashtu ju thojnë një sure, ndonjë sure, e di që nga vllau e kam pas mësue fillimin e kaptinës Jusuf, do në 3-4 ajetet e para të surës Jusuf. Motivi për mësimin e hifzit, zakonisht kam pas shumë vullnet dhe dëshirë që kur ndëgjojsha për hafizat Kur'anit, për leximin e Kur'anit, kur ndëgjojsha nga lexues të ndryshëm, dhe më inkurajonin dhe do thotë më japnin edhe më shumë vullnet që të mirem me hifz. Dhe duke qenë medrese, ante pa shkue në fakultet, pa tam të fillue, mi mësue një pjesë do një gjuz të Kur'anit nga sure Bekara. Unë thëmë drejtën nuk e kom pas atë fatin që të kam do një mësus hafiz të Kur'anit qysh në fëmiri, apo edhe kur kam qenë do thotë në moshën e re të rinis, kështu që hifzin e Kur'anit kështu seriozisht kom fillue në moshën 20 vjeçare, do thotë pasi që kam shkue në fakultet. Unë zakonisht formën që ne kemi mësu Kur'anin, kemi mësu prej fillimit Kur'anit,
Andaj do thotë, kur kam vendos për hifz, fillimi i Koranit ka qenë fletat e para që i kam mësue prej hifzit të Koranit. Po normal hifzi i Koranit don angazhim, don përpjekje. Fillimisht do thotë fillohet dhe ashtu kemi filluar dhe ne, fillimisht fillohet do thotë kur e bën leximin e rrjedhshëm, e fiton leximin e rrjedhshëm të Koranit, fillon me nga një gjysmëfaqe. Ashtu edhe ne kemi filluar me nga një gjysmëfaqe të Koranit. Pastaj do thotë adaptohet njëri me mësimin e Koranit përmendsh. Edhe truni do thotë trajnohet pak, edhe do thotë fillon mu mësue me mësimin e Koranit, edhe kërkon pastaj do thotë truni mësimin e Koranit, dhe fillon do të zhvillue dhe të ngrit kapaciteti i faqeve, kështu që deri në 7 faqe, 8 faqe në brenda ditës, gati po thuj se secili hafiz i Koranit që e synon Koranin, kur të fillon pas mesit Koranit e tutje, mund t'i mësoj ka 7 apo 8 faqe të Koranit. Sfidat janë të ndryshme për mua personalisht, ka qenë do thotë nuk ka qenë do thotë ndoshta ajo nxënia e Koranit përmend shumë, sa ka qenë do thotë hapësira ose koha për me mësue Koranin, pasi që në të njëjtën kohë paralel kam shkuar edhe me fakultetin, edhe me kryen e fakultetit, edhe me hifzin e Koranit, pasi që hifzin e Koranit thash që e kam nis, masi që ja kam nis fakultetin në Egjipt. Ajetet apo të më suret më të preferua që i kam në qef, është kaptina Al-Qaf, do thotë është gjithashtu është Huxhurat, do thotë është prej kaptinave që i t'jep mësim shumë dhe t'jep do thotë të rregullon shumë raporte, edhe është quajt kaptina shkolla, është quajt shkollë e edukimit, kaptina Al-Huxhurat. Po ashtu prej kaptinave që do thotë kam dëshirë dhe e lexoj ma me dëshirë, edhe është kaptina Maryam, që do thotë ka ajete që kanë ritëm të veçantë, do thotë gjatë leximit të ajeteve. Po ashtu kaptina Zumar e tjerat. Gjithë Kurani është i mirë. Po kaptina Kaf është prej kaptinave që flet do thotë për ahiretin, flet për një vetë kontrollim që njeri do të mja bo vetës. Ta përkujton se gjithmonë i ki do me laqe me veti që kujdesen për me të regjistru vepra tyje. Pastaj do thotë janë ngjarjet ai momenti kur do thotë shokët e kësaj dynjaje, do thotë në ahiret, kur të fillojnë ajo polemika mes tyre, xhehenemi që do t'i thuhet a u mushe, ndërsa xhehenemi thotë a ka hala. Të e mendoj ajetet shumë emocionuese dhe shumë prekse për një besimtar, sepse të lidhin direkt me një moment që ti nuk ki fuqias, nuk ki forcas, nuk ki do thotë mundësi që të bëjsh për vetën tonë diçka përveç asaj që ke bo më herët nga veprat e tua, që ai moment është momenti kur ballafaqohemi me xhehenemin ditë kiametit. Unë thash se ne kemi pas mallin me gjithse imi kam pak ma të rritur si studenta, atëherë do të kam fillu dhe hifzin e Koranit, mu kam mungu familja, kam qenë larg në Kairo, mirë po kon me përballueshme për shkak se një mosh me madhe, pak një mosh me pjekur, për dallim nga ata cilët e fillojnë hifzin, qoftë 10 vjet apo 11 vjet apo në këtë moshë të re, do bash atëherë kur janë të lidhshëm me familjen, ata duhet mu nda kohë të posaçme ose me shku dikon ose me qëndrua dikon larg familjes. Por neve do thonë ka qenë mërzi, ka qenë mall familja, mirë po do kemi qenë në një moshë kur kemi qenë studenta, dyqysh ka qenë një synim i madh, tani është letu edhe malli për familjen. Në fillimisht e falenderojmë Allahun Azza wa Jall, fillim dhe mbarim, dhe asnjëherë nuk i ndami falënderimin Zotit,
sepse Allahu na ka dalluar me këtë. Allahu na ka bëhe që ta mësojmë Kur'anin për menç, edhe të jemi inshallah prej hafizave edhe në ditë kiametit. Po them, këtë mundësi që na e ka dhënë Allahu, duhet me qenë fillimisht falëndërues, në mënyrë që ne dhe rujtja e një begatije mas shumë t'i varet se sa ti e falëndëron Allahun xhalla xhelalu. E dyta, e ndim veten me përgjegjësi të plot para Allahut xhalla xhelalu për këtë privilegj që na ka dhënë. Hafizi Kur'anit, që ka thonë edhe Abdullah ibn Mas'udi, ka thonë duhet të dallohet nga gjithë njerëzit. Ka thonë kur njerëzit qeshin, ai duhet me kajt. Kur njerëzit flajnë, ai duhet me qenë zgjut, do thotë më lut me lexu Kur'an. Kur njerëzit hajnë, ai duhet me qenë agjërushëm. Do thotë dallon nga njerëzit tjerë, është një kategori e veçantë hafizat e Kur'anit, nga kategori e veçantë e njerëzve. Mirë po, këtë duhet ta bartni me emanet dhe me përgjegjësi. Dhe nisur nga kjo, unë edhe në Egjipt sa kam qenë, edhe pse kam shku vazhdimisht te hoxha, derisa e kam përfunduar dhe e kam marrë ijazetin, senedin, zinxhirin e transmetimit të Kur'anit. Mirë po në të njëjtën kohë kam pas vazhdimisht nxënësa, edhe do thotë kam pas qoftë edhe arab edhe shqiptar studenta që ishin shokët e mi në realitet, po do ishin me ardhur me thonë Kur'ani mi përmesu disa gjëra, ju deshke për fakultete, ju deshke don për kishin dëshirë të i përmesojnë disa gjëra nga ajo që marrsha prej hoxhës tem, prej Abbas el Misri, Allah e mëshiroft, që ka qenë njëri ndër lezuesit dhe njëri ndër transmetuesit më të mëdhenj në Egjipt të Kur'anit. Dhe pastaj do thot edhe këtu masi jam kyç imam këtu, veç se e kemi xhamin këtu për çdo ditë nga 3 orë 4, on qëndrojmë me nxënësa, mundohemi që t'ju rrim afër, që nxjerrim hafizat të Kur'anit dhe ta mbushmi sa më shumë vendin tonë me hafizat të Kur'anit, pasi që ka qenë një periudhë që ka qenë një shkëputje në popullin tonë të hafizave të Kur'anit, e që është periudha e komunizmit. Pak ka pas ngishta në Gjilan, për shembull në qytetin tonë, edhe me Kameniz dhe me Viti, në Anamarav, them ashtu, do thotë kanë qenë 2-3 hafizat të Kur'anit, ndoshta jo më shumë. Ndërsa sot elhamdulillah për kushtimi i hafizave të Kur'anit, të cilët kanë përfunduar më herët Kur'anin, për kushtimi i nxënësave, i djemve të ri, i nxënësave që ta mësojnë Kur'anin, jo vetëm medresantët, por edhe jashtë medresës, ka bërë që sot do thotë vetëm në qytetin e Gjilanit të jenë ndoshta mbi 10 apo 12 hafizat të Kur'anit, edhe në Kameniz ashtu, edhe në Anamaravi bie që të ketë ndoshta afër 20 hafizat të Kur'anit, apo më shumë nuk e di, nuk i kam njeh kështu saktë. Po është një fjalë që dhe kjo është mesazh mendoj edhe për gjithë hafizat e Kur'anit, është një fjalë që e thojnë ليس الحافظ من حفظ حروفه لكن الحافظ من عرف حدوده. Nuk është hafiz i Kuranit ai i cili i mëson shkronjat e Kuranit, mirë po hafiz i Kuranit është ai i cili i mban dispozitat e Kuranit. Kjo është shumë e rëndësishme, sidomos për një hafiz të Kuranit. Do të thotë Kurani do të më qenë programi i tij në jetë. Kurani do të më qenë ligji i tij në jetë. Kurani do të më qenë kushtetuta e tij në jetë. Kurani do të më qenë edukuesi. Kurani do të më qenë do të thotë ose ai timoni i cili do të thotë ose ajo anija që ti do të thotë ec me to, ose Kurani do të më qenë do të thotë ti do të më qenë Kurani i gjallë mbi tokë, që të reflektojsh me edukatën e Kuranit, me mësimet e Kuranit, dhe ta bësh Kuranin të dashur edhe tek njerëzit, edhe tek zemrat e të tjerëve, sepse kur shohin një hafiz të Kuranit që ka një edukat mirë, ka një moral të mirë, ka një sjellje të mirë, ka një devotshmëri, një ibadet, një adhurim, sigurisht se i nxit edhe të tjerët në mësimin e Kuranit përmesh. Ti jesh mësuesi i hifzit të Kuranit, nuk është çështje e lehtë. Fillimisht është normal që është privilegj dhe duhet falenderohet Allahu për këtë.
Mirë po don pak angazhim ma të madh se sa do thotë mësuesa tjerë, them blandëve tjera apo gjanave tjera, të fushave tjera, sepse ka të bëjë do thotë me përcjellje ma të gjatë të nxënësit. Për shembull një hafiz i Kuranit normal, në gjendje normale duhet brenda 2 viteve me kry hifzin e Kuranit. Do në 2 vite ti duhet më marr vazhdimisht me to, për çdo ditë. As nuk ke pushim, as nuk ke do thotë për çdo ditë një gjysore apo një orë do të më marr me to. Pastaj do thotë përmirësimi i shkronjave, shqiptimi i shkronjave. Mi nejt gati me e ka mësu mirë hifzin apo nuk e ka mësu. Mi nejt gati përsëritjes që do në hifzin që e ka mësu më herët me shtin përsëritje. Dhe do thotë është bukur një angazhim i madh, mirë po unë shpesher ju thom edhe shokëve të mi edhe kolegëve të mi, pasi që këtu në xhami me nxënësat që i kemi në xhami i qëndrojmë për çdo ditë deri në 3 orë, bashkë me ta duke ju mësue, duke i përsërit ata pjesët që i ka mësu më herët, trejat. E kështu që ju thom shpesh herë shokëve të mi që gjojnë ma me dëshirë dhe ma me vullnet, edhe mas qefi që e bëj në këtë xhami është do thotë që ma kam mësu Zotit jem do thotë prej atyre që ulem dhe ja mësoj Kuranin gjeneratave tashme. Këshilla për të rinjtë, për ata që dëshirojnë me mësu hifzin e Kuranit dhe për ata që janë në hifzin e Kuranit, e para çështja është që me pas vendosmëri. Kjo është çështja e parë. E dyta sepse Kurani ne thojmë duhet jetë gjatësi, duhet një frymëmarrje gjatë më konë. Nuk është diçka që përfundon, që mund ta përfundosh shpejt, apo nuk është diçka që përfundon për një kohë të shkurt. Po do thotë jetë gjatësi ka. Duhet 2 vite, 3 vite, vetëm sa ta mësojsh e pastaj gjatë të një jetës do të më marrë me përsëritjen e tij. E para do vendosmëria, sepse ai i cili nuk ka vendosmëri nuk mund të arrijë mësimin e Kuranit, sepse i ka sfidat e veta. Pastaj do me pas sinqeritet. Plot, mësimi i Kuranit bëhet vetëm për hir të Allahut xhalla xhelalu. Nuk bëhet që t'i thuhet dikujt na lexu si mirë, që t'i thuhet po e di ka Kuranin, që t'i thuhet do thotë e më mundu sa më shumë gjithmonë me i fol vetes hafizi i Kuranit për sinqeritetin. Edhe atëherë kur është duke mësu, por edhe pasi ta mësojnë. Sepse nëse dikush ka hak me përfitu prej sinqeritetit, ose më marrë me sinqeritetin, mas shumë t'i ka hafizi i Kuranit. Pastaj do thotë vendosmëria, sinqeriteti, edhe vazhdueshmëria në hifz. Hifzi nuk e ka do thotë një ditë, edhe nëse ki kapacitet, nuk e ka një ditë të mësoj 5 faqe, një javë do thotë asnjë. Hifzi don do thotë vazhdueshmëri, don do thotë ecuri të vazhdueshme. Nëse gjysmë faqe mëson nditje, ma mirë është gjysmë faqe nditje. Për çdo ditë me mësue Kur'an, se sa do thotë me pas kapacitetin me mësue 3 faqe nditje, një 3 ditë 4 tani pastaj mos me mësue hiç. Vendosmëria, sinqeriteti, vazhdueshmëria, edhe përkushtimi në mësimin e Kur'anit. Edhe do thotë duhet me ditë ai i cili mirret me mësimin e Kur'anit, mëson Kur'anin duhet ta di se duhet me lanë disa gjana, disa knatësi të kësaj dynjaje, apo disa gjana që shokët e tu ndoshta do thotë mirën me to. Për shembull, nëse një fëmijë fillon me mësue hifzin, shokët e tij sigurisht kanë me shku me bo një lojë topit. Kanë me shku do thotë me dalë me shokë, një ekskurzion, një shetitje, një piknik. Ty ndoshta nuk tipën që ato mundësi shumë sepse i angazhuar me hifzin e Kuranit, sepse hifzi i Kuranit don kohë. Do thotë hapësirë, dhe fillon thash me pak, mirë, po nëse je i vazhdueshëm me lejen e Allahut ke me mrije, ka me të dok një ajet që është shumë vështirë me mësue, mirë, po në fund nuk kanë me të dok 10 faqe vështirë me mësue, andaj do thotë vendosmëri, përkushtim, angazhim, sinqeritet dhe vazhdueshmëri. Këto janë do thotë metoda, mundësitë apo mënyrat më të mira për me mësue hifzin e Kuranit. Dhe një gjë tjetër që është mësimi i Kuranit nuk bëhet vetë. Nuk bëhet autodidakt që thojmë ne. Nuk bëhet do thotë vetë të mësue ti. Mirë po patjetër është më ul para hoxhës edhe me mësu Kuranin.
më ul para mësuesit edhe me mësu Kur'anin. Kështu na ka ardhur Kur'ani edhe në zinxhiri Kur'anit kështu është transmetuar. Don Abdulrahman Sulejmi ka thonë jam ul 40 vite në xhami edhe i kom prit nxënësat të jam mësu Kur'anin. Do thotë të mësue të ul në xhami. Dhe gjithashtu rolin që e ka xhamia në mësimin e hifzit nuk e ka shkolla. Nuk e ka do thotë klasa. Sa do që t'jetë komode klasa. Sa do që t'jetë do thotë me edhe ndoshta me avancimin e teknologjisë. Mësimin që do në hifzi, bereqetin që e ka xhamia në hifzin e Koranit nuk e ka asnjë objekt tjetër. Dhe gjithashtu do thotë me qëndrue para hoxhës tash edhe njerë, dhe me qëndrue do në xhami edhe mu marë sa ma shumë me hifzin e Koranit edhe me përsëritjen e tij.